Mirëmëngjes nga unë edhe Katerina. Mirëmëngjes e dashur, mirëmëngjes dhe ju të dashur anvisa që na ndihni në këto momente nga shtëpia. Si gjithmonë ju uroj një ditë bukur dhe ju ftoj këtu tek Këndijoni Gatimit për të parë recetat që ne do të përsillim për juve sot. Do të përgatisim një supë me bollgur dhe me perime. Fillimisht. Ndërkohë, siç e shikoni këtu kam pjekur edhe pet, i kemi hapur, kemi pjekur disa, kemi edhe një dy gati këtu, domethënë të cilat i kemi bërë, që mos të rrim të tregojmë mënyrën e hapjes së petve, se siç e dini unë heri hap me dorë, heri hap me atë pet. Plus që kur do të piqe, nuk është e thënë të jenë aq të sakta dhe kjo më ishte shtrëmbëruar dhe thash pse po më bënin forma ahar. Forma ahar. Nuk ka problem, si përfundim u hapën, kjo është e rëndësishme. Këtë byrekun neve do ta bëjmë me, siç e shikoni këtu, kam një miks edhe këtu perime, kam dhënë shumë rëndësi perimeve sot. Pra kam patate, kam specë gogozhare, kam edhe patlıcan. Gjithashtu jo vetëm këto, do të kem këtu edhe nëse ju ka ngelur pak mish pule, ose mish viçi, ose çfarë do lloj mishi që të keni, të cilën e keni ose të pjekur ose të zier. Mund të hidhni një dorë, domethënë ose dy duar mish, për ta bërë akoma edhe më të plotë, edhe më të shijshëm byrekun tuaj. Nëse ju ndodhet pak djathtë, sigurisht shtesësh kjo. Por unë do të bëj dhe një beshamel të hollë, të cilën do ta bëj me 2 lugë gjalp dhe rreth 1 litër qumësht, që do ta tregoj më mbrapa. Por në fillim fare do filloj me këtë bollgurin, sepse do ta vendos për të zier që të arrim kohën për t'i përgatitur të dyja recetat. Kjo do të thotë, do të marrim bollgurin, do të hedh gjysmën e sasisë faktikisht për këtë që un kam masën. Në shtëpi shikojeni, ta kontrolloni, po gjithsesi këto janë gjërat kontrolluara, janë të pastra, janë cilësore dhe nuk kanë pse, domethënë që të futeni në atë lloj sikleti. Ky tani atë që duhet, do ta kaloj domethënë në ujë të ftohtë, një shpëlarje të mirë, dhe këtu në tenxhere përsëri kam ujë të ftohtë. Do të fillojmë pra me zierjen e bollgurit në ujë të ftohtë dhe do t'rregoj më mbrapa mënyrën se si do të vazhdojmë. Do të vendos këtë të ziej, do të kthejmë te byreku dhe do të rikthehemi përsëri për të përgatitur supën me bollgur. Okej, pra pas hapi do t'rregojmë të dyja recetat. Sot bollgurin siç e pat në ekran është nga kompania Teuta, ndaj sado që ne përpiqemi edhe të jemi të kujdesshëm duke kontrolluar kokrizat apo duke pastruar atë, kur zgjedhim produktet e duhura dhe kompanitë e duhura në gatimet tona, kemi një siguri maksimale. Ndaj Teuta na e mundëson këtë, jo vetëm me bollgurin që kemi zgjedhur sot, por edhe me një sër produktesh të tjera, siç është vaj gold për shembull, meqense është një tjetër produkt i domosdoshëm në gatimet tona, përgjithsisht çdo recetë ka vaj në diellit në përbërje të tij. Kemi dhe një seshten aty ngjitur që na kanë ndihmuar për të hapur petët, e sigurisht meqense jemi tek petët, do doja të përmendja edhe kompaninë Atlas. Mielli Ola është ai që vazhdon të na japi lehtësi në gatimet tona dhe të gjitha produktet me bazë mielli kanë një rezultat të shkëlqyer sepse Ola na e siguron këtë gjë dhe të vazhdoj të përmend edhe 2 të tjerë, siç është veza O Vital, veza më e mirë duhet thënë, cilësi në 4 stin, po e shihni edhe në ekran, edhe pse është një logo që ju e njihni fare mirë dhe me siguri e përdorni në shtëpitë tuaja. Dhe e fundit që do doja të falenderoja e të përmendja si bashkëpunëtor në këndin tonë të kuzhinës është pikërisht Woody, salçiçet e mrekullueshme, të cilat ne i kemi dhe i shijojmë në përditshmërinë tonë dhe sigurisht jam e sigurt që edhe ju e keni pjesë të frigoriferit tuaj dhe kryesisht në ato vaktet e vështira që nuk dim se çfarë të konsumojmë, siç është mëngjesi edhe mbrëmja, salçiçet Woody na japin lehtësi edhe zgjidhje të shpejtë. Atëherë, Anir, faleminderit për informacionin. Faleminderit që më prite, se pash ishe gati. Jo, jam gati, pra si i bëm një shpëlarje 2-3 herë bollgurit dhe e kam vendosur në ujë të ftohtë. Dhe tani është momenti që do ta vendosim për t'u zier. Pra, uji do të jetë 1-2 gisht më lart, jo më tepër, sepse do të hedhim edhe tjetër ujë, të cilin do ta bëjmë më mbrapa kur do të bëjmë perimet, pra që do ka vërdisim qepën dhe këto do ta tregojmë mënyrën më mbrapa se si do të përfundoj kjo supë. Tani unë do t'a lë këtu dhe do t'filloj për të përgatitur beshamelin fillimisht, sepse të tjera siç e shikoni, ose do t'i piqni, ose do t'i skuqni. Pra po i kthehemi recetës tjetër në këtë moment, të cilën ta shohim në ekran se koha fluturon, sot jemi futur edhe pak më vonë transmetim. Kështu që të dyja recetat le të shohim njëra pas tjetrës dhe ju japim mundësinë që të lexojmë së bashku përbërësit që do duhen për të përgatitur një byrek me perime, mish e beshamel.
Për petat na duhen 400 gram miell, na duhen edhe vaj gjithashtu, ndërsa për mbushjen 2 patlıcan, 2 speca të kuq, 3 pantate mesatare, 400 gram mish të zier ose të pjekur, krip, piper edhe vaj. Beshameli është ai që po përgatitet tani me 1 litër qumësh, 2 lug miell, 2 lug gjalp dhe arë moskat. Pra Kati sot ka zgjedhur beshamelin klasik që ne njohim edhe përdorim. Supa që do të sjellim sot me bullgur ka këto përbërës. Stup me bulgur e bizele, 1 filxhan bulgur, 1 filxhan bizele, 2 qep të njoma ose 1 qep të thatë, 1 karot, 2 lug gjalp, 2 lug vaj, kopër majdanoz, krip piper, 1 lug piper speci, 1.5 lëng mishi. Një supë e shëndetshme e cila shijon shumë, duhet thënë edhe në këto ditët me reshje shiu e me vranësira që me ç'duket do të na shoqërojnë gjatë gjithë javës, kështu që një pjatë e ngrohtë dhe e shëndetshme do të ishte ideale për vaktin tuaj të drekës sot, dhe pse jo, ky byreku me perime do ta bënte akoma edhe më të plot ryezën, por mbetet zgjedhja juaj, edhe pse shumë prej zonjave tani që po shkon ora 10 me siguri e kanë vendosur se çfarë do të gatuajnë, ose janë duke gatuar njësoj si ne tani në kuzhinë. Atëre, ndërkohë unë këtu kam vendosur 2 lug gjalp, kam hedhur edhe miellin, pra 2 lug gjalp, 2 lug miell edhe 1 litër qumësh, duhen për përgatitur këtë lloj recetë, do me thënë këtë beshamelin e holl, sepse nuk do të bëjmë beshamel të plot, do të bëjmë një beshamel të holl, do të tregojmë mënyrën se si do të vendoset tek byreku. Tani për momentin do ta kavërdisim edhe pak, që të na iki era e miellit dhe të na marrë atë shijen e mirë bashkë edhe me gjalpin. Tani është pothuajse gati, sepse nuk e lëm të tekaloj si thuaç kavërdisjen, por thjesht na marri një ngjyrë në trajtë, si thuaç, ne e themi ngjyrari në kuzhinë. E hedhim të gjithin qumshin dhe e përzim sa të na bëhet një trajtë kremoze. Kaq shumë thjesht duhet për të përgatitur, ndërkohë Anila të lutem mund të vish këtu dhe më mbrapa unë do të kaloj edhe arë moskati, por do të jetë më mbrapa. Sa ajo të bëhet një trajt kremozi, unë do të filloj që të bëj përgatitjen e byrekut. Okej, mirë atëherë. Mund ta vazhdosh? Po, më merrem me beshamelin, i cili duhet razuar her pas here. Faleminderit Anila. Të lutem Kati. Tani ti shmangim to këtu se nuk na duhen. Sa pet duhen për këtë byrek? 5 pet kam bërë unë, do me thënë, do të vë 1 petë të, si thua, të njom, si më da themi ndryshe. Të papjekur. Të papjekur, edhe këto 3 pastaj do t'i ndajmë, 2 do t'jenë poshtë dhe 1 do t'jetë latë, bashkë me petën tjetër që do t'jetë edhe ajo e një omletave do s'tu këtë, se tani do t'i heqim edhe këto. Tani një tavë të lyer me vaj? Po, kemi hedhur vaj fillimisht, marim të petën e parë. Besoj se nuk do na ngjitet. Dhe i shkund faktikisht, se kam hedhur pak më tepër një seshte unë që të kem mundësi. Ja ta mbajmë kështu petën, të tavën. Si ta kesh më mbarë, se duhet të thamë, kënë që këtë më vëzhvëndim këtu për këtë pecin. Tani e ndihmoj me dorë. Të vendoset. Jemi në rregull. Do t'i hedhim ashtu në mënyrën tradicionale, si që e bëjmë, do me thënë me këto. Hami Kati, pëse s'po fletë? Jo, se i japë rëndësi byrekut. Ne o flasim të dyja në të njëjtën kohë, nuk flet asnjëra, e kemi këtë bashkëpunim të mirë. Kemi po, dalë të herim ca dhe nga kjo, faktikisht. 2 do vëmë atë? 2 poshtë. Kjo po 3 2 peta, do me thënë t'i vëmë atje, ja. Sa mielli mirë që është, faktikisht, është ajo që theme dhe unë po thuaj se këto i hap me dorë më mirë se sa i hap me këtë pecë. E kam më kollaj, do me thënë, edhe kur s'ke atë tryezën e mjaftueshme, mund t'i bësh edhe kështu. Mele se kemi edhe këtë tjetër. Nga atë të dalën për sipër, bashkë me... Po, tani do vëjmë mbushjen, pas kësaj.
Para se të vëmë mbushje, 54, okej, mirë. do t'i spërkasim me pak vaj akoma prapë. Dhe këtë do t'a lëmë për në momentin e fundit. Pak, do me thënë se peta e do pak vajin të shkrifërohet, faktikisht të shijohet. E do. Dale ta bëjmë kështu që mos të na... Ashtu. Vloja jo? Na regu, po. Ka filluar të marrë i vaj. Tani, ç'do bëjmë këto? Do e Ja mbushim. kemi këto. Unë do t'i hedh dhe kështu, do me thënë, të çreguta, jo me shtresa. Pa, më mirë ashtu. Dhe çdo pjesë që do të pritet, do të ketë Do pak ketë. nga secila prej perimeve. Edhe ngjyra, edhe shija, edhe vitamina, edhe proteina, që nuk kemi këtu brenda. Do me thënë, kjo është një gjellë e plot për të kaluar vaktin e drekës. Po ju garantoj që bëhet shumë i mirë dhe shumë i shishëm. Ai beshameli do ndihmoj që të zbuti këto dhe t'i japi edhe shije. Tani beshameli mua më duket se është okej, por ti do ta Në rregull, mos shikon se nuk do të mpikset, ai pra, do nuk të e- jetë po. Ka filluar të lëshoj këto bulzat nga sipër dhe mendoj se... Jemi në rregull, të rriqe janë një poshtë, edhe do të hedhim vetëm arë moskati nëse ja, e kam këtu të lutem, edhe faleminderit për ndihmën. Ku e kemi atë Ja, të e vocklën? kena në krah. E i marr që mos e rriti kërkoj pastaj se haroj se ku i vendos. I mbajt t'i kem këtu. Ja, i mbaruam edhe këto. Të edhim ndonjë spec në të gjitha vendet. Edhe këtu. Beshameli Edhe? është gati. Ngjan edhe bukur kështu në fakt, me thënë të drejtën. Mishen? Në rregull, faleminderit Anil. Po të lutem. Dale se mishin e kishim këtu, të mbuluar. Po, por e kishim. E kishim, jo, në rregull, e kemi. Thash mish të pjekur ose dhe mish të zier. Çfarë të ndodhet juve në shtëpi? E në rregull, nëse dhe nuk keni, nuk u bëj qameti, mund ta bëni veç se me këto perime, vetëm me perime, me beshamel edhe me djath. Po sigurisht që kështu bëhet më i plot si byrek. Dhe kur keni ndonjë, si të thuash se bep ndonjë ditë festive, ndonjë gjë kështu, e do të bëni diçka të veçantë nga ato byreqet që sepse tradicionalisht të bëjmë byreqet të ndryshme, domethënë qoftë me spinaqe, me makarona, me mishe, me këto, po kjo është një lloj tjetër. Kështu që bëheni, sepse vërtet do ngeleni të kënaqura. Tani na ka mbetur djathi, vendosja e petës, 2 petove të fundit, një petë të pjekur edhe një petë të pa pjekur, dhe në fund beshameli dhe në furrë. Edhe në furrë, në temperaturën 180 gradë dhe do ta lëni për 35-40 minuta. Se këto janë të gjitha të bëra gati, Pra, edhe petët vetëm 2 janë të pa pjekura, peta e fundit gjë që nuk ka nevojë, domethënë që të duan shumë kohë që të na piken. E do tani këtë? E dua. Këtë lugën? Jo, faleminderit. Nuk të duhet kjo madhja. Nuk më duhet. Shiko tani. Ki është një krem që i zbutani këto. Edhe jep shije Edhe shumë. petët poshtë, edhe këto lartë. E do mbajmë edhe pak që të hedhim në fund fare. Nuk e keni idenë se sa i shishëm dhe sa i mirë bëhet. Shumë i mirë po më duket në fakt. Me thënë të drejtën do thonë zonja në shtëpi më i Katerina, po i mirë do bëhet se ka shumë gjëra që hedhi. Po shiko, ja, ju kam mbetur në shtëpi një patlıcan, një spec, një 2-3 patate, janë që s'kemi kosto. Një linola e keni në shtëpi, për të bërë 5 pet nuk do ta përdorni të gjithë paketimin, vajnë pa diskutim që e keni në shtëpi se gatuani me të çdo ditë. Kush është kostoja? Djathi. Shiko, ka një kosto, nuk të jemi, si thuash, realiste, por... Po pse moj Kati, a do bëjmë një gjellë në përdrek? Do blejmë perime, do blejmë mishin? Ma dje nëse do e bëjmë gjellë, do gatuajmë me 4 copa mish, me 5 copa mish, për të gjithë pjesëtarët. Në këtë rast, shumë pak na duhet, se e kemi coptuar edhe. Kështu që, kam përshtypjen që nuk shkon më shumë kostoja se një drek, apo se një gjellë që do të bëjmë për drek. Me bulgurin që po ndo, ta shoj një herë se mos na... Po zihet ai. Në rregull jemi. Mirë, ka ujë. Jo, thash mos na shtëron ujë edhe po. Furrën e kemi të ndezur sa është ora 10 pa 1 minutë. Okej, e mbarojmë edhe bulgurin besoj në pak minuta.
Mirë, shiko, neve si gjithmonë do të nxjerrim, do të tregojmë këtë byrekun, pavarësisht se nuk do. Ti kishim hedhë dhe një qik djath tjetër, po e kur si ema të djathin ne tani. Duhet t'i e hidhe para. Ska gjë kemi hedhur, po nuk do t'i Po edhe ti një stres me djath. Se digjet ai tani që t'i dhe veç se, nëse duan për shumë të ashtojnë në visat, të nxjerrin nga fura, në momentin 10 minutëshin e fundit dhe t'ja hedhin. Sa të shkritet e por që neve kemi hedhur goxha brenda tani, kështu që e haruan faktikisht, duhe hedhur në momentin që shtuan petën e parë, të pjekur, pak djath, edhe pas të petën. Po mirë jashtë të bëjnë ju në shpet. Ose edhe kështu si bëm neve, pa situash, tani anët pak vaj. Edhe beshamelin e fundit. Prandaj nuk i hedh djath tani se. Po. Shumë mirë. Kjo i zbut edhe petët, po do ishte djathi poshtë, do të bëj, do me thënë, sigurisht që kishte tjetër shije. Në rregull. Mbaroj. E kemi në rregull. Byreku është gati për ta vendosur në furrë dhe në shtëpi do ta lini rreth 35 minuta. Ne këtu do ta vendosim për aq kohë sa kemi në dispozicion dhe para se të mbyllim pjesën e parë të këndit jo, një pjesë kemi sot, pjesën e parë harova u futëm më vonë se zakonisht. Do i mbarojmë të gjitha tani deri në maksimumi 10 minutat në vazhdim. Shpresoj që të përfundojmë edhe bullgurin dhe aq do ta lëm edhe byrekun në furrë. Ajo që ngele tani duhet bërë kjo, do me thënë. Pak jo deri në fund. Ku i kemi këtu? Këtu. I bëm pak më të plota këto. Edhe një këtu. Edhe një këtu. Dhe jemi në rregull, vendosu në furrë. Lutem Anin. Po. E di unë punën time. E vendosim në furrë dhe tani do të vazhdojmë me recetën tjetër të bullgurit që e kemi vendosur për të zier dhe besoj se do t'jetë gati, ndërkohë që kemi edhe përbërësit e tjerë. I kemi lëngëzur mbrapa se nuk ishim vënë në tavolinë se do punonim me miell. Recetën e bullgurit do të shohim tani në ekran së bashku për të kujtuar edhe një herë se me çfarë do ta përgatisim këtë pjatë, këtë supë me bullgur dhe bizele. Pra, një filxhan bullgur, një filxhan bizele, 2 qep të njoma ose 1 qep të thatë, do të përdorim një karot, 2 lugë gjalp, 2 lugë vaj, kopër, majdanoz, krip, piper, 1 lugë piper speci dhe 1.5 lëngmishi, litër lëngmishi. Kjo është receta e plot e asaj që do të sjellim tani. Gjëja e parë që kemi bërë është të shplajmë bullgurin, ta vendosim në një tenxhere me ujë për të zier, me ujë të ftohtë na tha Kati. Kjo pse bëhet o Kati? Më fal se ti e do të Si forcohet. Forcohet. Duhet të zihet si fasulet edhe bullguri. Të ndihmoj edhe unë ti vendosim aty pranë në krahun andej do gatuash apo këtej? Si e ke më mbar? Hajde të vendosim andej të fillojmë dhe bullgurin dhe sjellim pastaj. Vendosim në krahun këtej dhe nuk është se kemi shumë kohë sepse jemi futur më vonë sot, ndaj do mundohemi që shpejt të përfundojmë dhe këtë supën. Ja ku janë përbërësit që unë lexova në recet, i afrojmë mbi banak për të filluar kështu me një herë nga puna. Edhe bizelet. Okej. Si do fillojmë? Ja, si do fillojmë. Do fillojmë me qepën fillimisht. Me qepën, okej. Me qepën. A te alargoj unë ato se kam përzirë beshamelin apo? S'prish pun aty, nuk të pengon. Do të heqim atë. Ja, do të heqish bashkë me këtë. Ja, urdo. Pa. Faleminderit. Të lutem. Drasën do doja unë tani Anil të lutem të ma vendosësh këtu. Drasën? Po. Mu duke sigur the dasëm. Dasëm. Të kishim dasëm, më thua? Dasëm do doja, kështu e dëgjova. Ska gjë drasën. Hodhëm krip, të hedhim edhe vaj. Pak një lugë këtu, pak gjalp, do me thënë, sepse gjithmonë supa e ka nevojë, do me thënë, pak gjalp. Pa, e ka. Tani supë, themi ne, por me gjithë të gjëra që ka brënda, është, si thuash,
Edhe si gjellë? Gjellë. Po. Gjellë, nuk kemi nevojë, me thonë, është një gjellë për kaluar një pjatë e plot dhe e shëndetshme për kaluar vaktin e drekës. Tani, neve këto e lëmë që të na zbutet. Këtu kam edhe bizelet, në momentin tani që është bërë gati, do të shtojmë qepën, karotën dhe këto, dhe më mbrapa pastaj do të shtojmë edhe bizelet. Bizelet duhet i lëtë në momentin e fundit, sepse duhet që të më ruajnë këtë ngjyrën jeshili që kanë. Kështu që dhe kur i kemi të ngrira, se akoma nuk kanë dalë bizelet e freskëta, nuk duhen shumë kohë që të bëhen gati ato. Ose tjetra, mund t'i bëni edhe ndryshe, duke i dhënë një val, edhe t'i kaloni në ujë të ftohtë dhe pastaj t'i hini brenda, sepse edhe ashtu ruhen më tepër ato vlerat ushqimore. Edhe atë jeshillëkun që kanë. Edhe kokra nuk prishet, qëndron ashtu, e rrumbullakët nuk nxihet në rast të parë. Po edhe prishet në një forma, kur i lëm gjatë në tenxhere, duke i kavardisur me përbërësit e tjerë, me qepën, karotën. Shkatrohen të tëra vlerat e tyre ushqimore, një gjë që ne nuk e duam. Ta heqe dhe këtë këtu dhe të marrë thikën që të pres tani. Mirë, do presim derisa të bëhen gati, në 5 minuta thua e mbarojmë ne? Mirë, shikon, nuk është... Jo të zjerë, thjesht të tregojmë hapat. Do të tregojmë hapat dhe ne do të përfundojmë, se s'ka problem. Me thënë, ne do i tregojmë komplet. Mirë. Ndërsa në visa do bëjnë ndryshe. Tani, këto bishta do t'i lënë në momentin e fundit për t'i hedhur brenda, ndërsa këto të bardhën e qepëve, nëse keni për shembull dhe qep të njoma edhe qep të thatë mund t'i shtoni. Nëse nuk keni qep të thatë dhe keni qep të njom vetëm, mund ta bëni vetëm me qep të njom. Ose mundet edhe me të dyja. Do me thënë një qep të vogël të thatë edhe një 2 qep të njoma. Do me thënë janë gjëra që i rregullojmë, i sajojmë themi neve në kuzhinë. E dim që duhet të qëndrojmë atë tepër që të zbutet. Do afroj atë tenxhere, unë ta kem këtu anil që të... Kja ish kapakun? Po, e heqim kapakun sepse nuk do ta lëm neve, do ta, si tham, do ta nisim dhe do ta përfundojmë recetën. Ku ta vë? Këtu, zemër, faleminderit. Të lutem. E shikon është zjerë të pak të bollguri. Po. Hedhim dhe këto perime dhe ajo tjetra që duhet të bëjmë neve tani, do të mbaj këtu që të marr ujë të nxehtë për ta hedhur brenda. Okej. Të presim edhe pak minuta dhe ndërkohë bizelet do t'i kemi në fund, erzat besoj përsëri në fund, apo jo Kat? Po, tani do t'i hedhim dhe këtu kam një luk mix, do me thënë erzash, të cilat kanë dhe atë shijen e mirë. Si të thuash, lëng mishi, lëng perimesh, çfarë mund të ndodhe, do me thënë, në shtëpi anvisave. Kështu që nëse ju ndodhet një mix erzash, mund të shtoni. Nëse nuk keni, edhe ujë thjesht, por që sigurisht që kemi nevojë, do me thënë, që ta shijojmë pak. Duam apo s'duam neve, këto gjëra përdoren, do me thënë tani më në kuzhinë, nuk mund të mendojmë që nuk janë të shëndetshme dhe këto, mund të bëni vetë atë lëngur me perime ose me mishe me këto gjëra, si keni kohën dhe mundësit, por edhe këto zgjidhje janë faktikisht se kjo është jeta që po zhvillojmë, kështu që nuk mund të mendojmë. Ne kemi edhe 2 minuta kohë, kështu që... U bë dhe kjo. Do shohim... Tani në moment do hedh edhe... Bizelet. Okej. Dhe nuk është një, dhe më tha nuk është momenti për ta shërbyer në pjatë, thjesht ne do të tregojmë deri në fund se çfarë ju do të bëni, do ta lëmë në tenxhere të vloj plotësisht sepse s'ka sens të hedhim bizelet e pasdjera i të tregojmë në pjatë pastaj. Në pjatë do të hidhni ta shërbeni siç ju dëshironi. Rëndësi ka që ne ta mbarojmë nga fillimi në fund të gjithë recetën se si duhet përgatitur ajo, se si duhet gatuar dhe pastaj ju e dini vetë në shtëpi. Për majdanozë është si thuash erëzë shumë të mira dhe në fund fare e servirni me bishta qepe, me thënë që hidhet, edhe majdanozë të freskë dhe kopër. Janë të dyja këto erëzat që i shkojnë jashtëzakonisht shumë kësaj lloj gjelle. Gjellë apo supë, si mund ta themi ndryshe. Po. Të dyja qëndrojnë. Jeshillëqet. Me thënë bishtat e kepës, edhe shtojmë edhe bizelet. Ju faktikisht do ndikni ato këshillat që unë ju them, për të arritur atë rezultatin e dur.
Tani, në fund fare, kjo serviret duke shtuar, do me thënë, një lugë gjalpë, nga gjalpi që masës që neve kemi thënë në tek receta, do të shtoni edhe piper të kuq, speci, për të bërë atë marrë atë shijen përfundimtare. Kjo ka vërdise tani që të nxjerrë aromën e mirë, dhe në basi do të hidhet edhe specit e këto, do të hedhim edhe majdanoz edhe kopër, dhe do të kemi gati për të servirur, por e rëndësishme është që të jenë gati, do me thënë, të jenë të zjera. Ta nxjerrim pyrekun thjesht për ta parë? Po, mund ta. Do ta tregojmë kur të marri një faqe nga sipër dhe të duhet të shkëputemi me një herë sepse nuk kemi më kohë. Nëse neve këtu tani do hedhim edhe këtë piperin me gjalpin, edhe... Okej. Se i mirë duket? I mirë duket, po, e jo i përfunduar me gjitha të. Tjetër, jo i përfunduar, ne e thamë. Neve këtu. Nuk ka përfunduar pjekja. Një fokusim mund të na bëjani këtu të shikoj, do me thënë që kemi hedhur edhe kopër majdanoz, dhe është ai momenti i fundit që do shtojmë edhe gjalpin me piperin e kuq, që ky është momenti i fundit i servirjes. Megjithatë ne do ta hedhim që të tregohet edhe një këtu në... Edhe kemi... Neve se kemi përfunduar, ju në shtëpi do ta përfundoni dhe thash që kjo do të jetë momenti i fundit i servirjes. Edhe byrekun e do ta vendosim sërish në furrë. Megjithatë, idetë i dham të sakta nga fillimi në fund. Idetë i dham, faktikisht nuk i kemi të përfunduara, gjithmonë ju kërkojmë ndjes, sepse kjo është koha jon televizive, e rëndësishme është mënyra se si përgatiten dhe hapat një pas një që duhet të ndikni ju në shtëpi, neve i themi. Tani çfarë, nuk themi do të asnjë gjë tjetër, veç se do t'ju përshëndesim duke ju uruar përsëri një ditë bukur nga unë Katerina, mirupafshim dhe takojmë nesër këtu me Amilën time. Të lumshin duart Kati. Zemrën dhe bukuroshin time. Kati, të lumshin duart. Për te nxitimit në arritëm ti tregojmë ato që Katerina kishte menduar për cilë për anvisat sot. Nesër do të kemi të tjerë receta ndaj ju që ndroni me ne. Tani është nevoja për një hapësirë publicitare e më pas do të jemi në panel me 3 të ftuar.